Super Kavaja. Faleminderit të gjithë atyre që ishin të pranishëm, vërtet ngrohtë, pozitive, shumë bukur. Edhe një dritë e bukur, një atmosferë e bukur në atë bulevardin mesdhetar të Kavajës, që është gjurma, një nga gjurmët e punëve që ne bëm për Kavajën, kur Kavaja na e dha besimin edhe e nxorëm nga llumi i kënetës shumë vjeçare. Dhe është shumë interesant, po ja u thosha edhe atyre, dy janë pikat më të nën investuar ose të pa investuar ose të totalisht lëna pasdore nga qeverisja e Bufit, Tropoja dhe Kavaja. Tropoja dhe Kavaja. Edhe kjo ka i shpjegim. Një shpjegim shumë të thjeshtë dhe shumë të hidhur. Por është për një herë tjetër. Ajo që dua të shtoj është se kemi progres shumë të mirë në Greqi, po shkojmë drejt një rritjeje të zarfave të kthyer. Bëj edhe një herë thirrje që mos prisni që t'ju vi DHL-ja t'ju marri zarfat, po ktheheni në pikën përkatëse. Është pak mundim, por nuk kemi çfarë bëjmë tani. Duhet bërë ky mundim, po është një mundim shumë pakrahasimisht më i vogël se gjithë mundimet që ju keni bërë atje në atë vend për të qenë këta që jeni sot, dhe ja vlen ky mundimi i zarfit për atë që do bëjmë së bashku, që ju atje t'jeni zot në vendin tuaj, që nesër do t'jetë Bashkimi Evropian, vendi ynë, i përbashkët, i gjithëve. Shqipëria është atdheu ynë, do të mbetet gjithmonë atdheu ynë, por vendi ynë do t'jetë Shqipëria në Bashkimin Evropian, pra i gjithë Bashkimi Evropian. Së shpejti në Elbasan.